Edhe një punëtor ka humbur jetën në vendin e tij të punës teksa po punonte në ndërtimtari. Dheu që rrëshqiti ishte fatal për një person të moshës rreth 40 vjeçare në vendin e tij të punës, ndërkaq një tjetër shpëtoi, por pësoi lëndime. Zëdhënësi i policisë Agron Borovci ka thënë për RTK se rreth orës 13 është pranuar informacioni se 2 persona janë zënë nga shembja e dheut në një vend punishte në rrugën Gjilani në lagjen Veternik në Prishtinë. Nga informacionet e para është bërë ditur se njëri nga ta është nxjerr nga aty dhe po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor në QKUK, ndërkaq fatkeqësisht tjetri, mashkull rreth 40 vjeç, është konstatuar pa shenja jete nga ana e mjekëve emergjent. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe në koordinim me prokurorin e shtetit, si dhe mekanizmat e tjerë të nevojshëm, po vijon punën për sqarimin e rrethanave që karakterizojnë ngjarjen. Në vend të ngjarjes kishte dalë edhe kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, Jusuf Azemi, i cili fajin për vdekjet në vend të punës po u lë kryesisht kompanive të ndërtimit. Shkaktari gjithsej është pakujdesia e pronarit kompanisë dhe atyne persona përgjegjës, sepse kjo kompani e kompani tjera duhet ta kenë personin përgjegjës mbi rrezikshmërinë e vendit punës. 8 persona brenda 3 muajsh kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës, tha ndër të tjera Azemi, duke shtuar se edhe shteti nuk po kujdeset sa duhet për punëtorët e sektorit privat. Derisa trupi i pajeti 40 vjeçarit që vdiq si pasojë e shembjes së dheut në një vend punishte u dërgua në Institutin e Mjekësisë Ligjore për procedura të mëtutjeshme. Personi i lënduar mori trajtim në klinikën emergjente të shërbimit spitalor klinike universitar të Kosovës. Mjeku kujdestar Avdush Bajgora dha detaje për këtë rast. Kemi një frakturë të këmbës djathtë, konkretisht artikulacionit geni dhe të 2 ishtrave tibies dhe fibules, këmba është e ajur. Këto janë bërë në fillim, pastaj është në ekzaminim me sipër. Momentalisht kemi bërë edhe një CT tomografik të pelvikit edhe të abdomenit për të larguar dyshimin e një sindromit që njihet si crash syndrom. Meqense se sipas anemnezës së marrë nga pacienti thuhet se është mbuluar me dhej. Për rastin tragjik në këtë vend punishte janë thirrur edhe ekipet e zjarrfiksëve. Zëvendës komandanti i brigadës së zjarrfiksëve në Prishtinë, Abdusamet Shkodra, ka thënë për RTK Live se ekipi i zjarrfiksëve e ka nxjerr njërin nga punëtorët menjëherë nga rënojat, kurse i dyti është nxjerr më vonë nga rënojat, por pa shenja jete.